Johan Cruyffi. Sido që tjetë, nuk është bo policisht, nuk ka qenë kampion. Unë kisha përgjigj një pyetje për Johan Cruyffin. Unë mendoj që Johan Cruyffi është më i miri në botë me kontributin që ka dhënë futboll. Si lojtar, edhe Masanena me kontributin që ka dhënë në filozofi, në revolucion të futbollit. Sa dy shkolla më mira të futbollit janë e Ajaxit e La Masia e Barcelonës. Ai ka bërë revolucion sikur Niko Corboni Guardiola, po revolucioni i Cruyffit, domethënë Krejta e nëzast e ti, edhe Guardiola, edhe ky Paris Saint-Germainit, ky Enrique. Cruyffin, se këshum pas Guardiolën, se këshum pas Enriquen, se këshum pas as Mourinho, se dhaj ka punu aty për këthy zakon. Po, as Mourinho se këshim pas, se këshim pas. Prof, do me thonë, ai ka dështu në 2 finale për me bo Hollandën kampion. Po Messi do me thonë që e ka fitu një finale, ka bu Argentinën kampion, a duhet mu konsideru si maj madhi? Shqo, pavarësisht asaj, nuk është vetëm se ka fitu, Messi ka sa tituj, 7-8 tituj, këpucen, ka topin e artë. Tash nuk mund të krahasohet, vetë tituj të regojnë kush është Messi. Mandej, i ka fitu të gjitha. Kur jemi të këto trofet, në futbol, nuk është sikur se në boks. Bokseri fiton titullin edhe ai ka merita më të mëdha. O shumë e rëndësishme punë